Rreth 30 ton patate të kultivuara në tokat pjellore të fshatit Tanush të Shkupit i kanë mbetur në Bodrum bujkut Rahman Ibrahimi, për shkak të çmimit të ulën në treg. Ai thotë se importi i patatës nga jashtë ka dëmtuar rënd prodhuesit vendor, duke i lënë ata pa mundësi shitje dhe me humbje të mëdha financiare. Mo jam të kujtu për si vetët, mo mos me millas, mos me përmillas. Se vina të shkon humbje. Rahmani thotë se çmimi aktual për 20 denarësh për kilogram nuk i mbulon as shpenzimet minimale të prodhimit. Sipas tij, patatja e Tanushës nuk duhet të shitet nën 35 denar, për shkak të kostove të larta të prodhimit deri në fazën kur patatja del në treg. Çmimi atë japin 20 dinar, unë me dhon në 30 dinar, unë me laps punoj, unë nuk kam llogari. Ma mire gjuj se sa jap 30 dinar. Se je në humbje? Po në humbje jam. Në humbje jam. Por bez zotit në humbje janë më shku në 35 dinar, 40 konpiri i Tanushës, se na kina shumë hargjime, se e kina 100 kilometra i bojna diu tërmat e poshtë, shkojna. E stërpik mja, plehi, mbi va di gjellverë në konë thot i malë të nejta gje hargjime, ketë me lapsi vaj. Bujku Rahman Ibrahimi shton se çdo vit investon mijëra euro në prodhim, ndërsa produkti i tij përfundon në magazin dhe rrezikon të prishet. Pasi me afrimin e muajit mars, patatet fillojnë të mbinë dhe shpesh detyrohen të hedhin prodhimin. Ai i bën thirrje qeverisë që të ndërmarrin masa konkrete për mbrojtjen e prodhimit vendor. Keq shkon bit pazar prodhimi i jashtit. Prodhimi jo rrin që në magazina. Gjuna është, marrë është, i baj thirrje qeverisë. E kalume e kanë bën këtë ligj. Po edhe që të shka kanë hisë sot i baj thirrje, me në ndimu mare ta shes me konpirin tonet, na i gjojnë venin. Ose bullnicav, ose ushtrijës, ose organizatav, ose dikujna, ta hekmi mollina. Edhe ne të vazhdojnë me vllanet marrin ku dojnë, si intereson mua ku bojnë ata shka bojnë. Përveç bujkut, Rahman Ibrahimi edhe disa të tjera ankohen për çmimin e ulët të patates vendore në treg, për shkak të importit nga jashtë me çmime më të lira. Sipas tyre, nëse nuk merren masa urgjente, bujqit thonë se do të detyrohen që të heqin dorë nga prodhimi i patates vendore.